Të nderuar koleg, nderuar zoti ministër, si deputet I qarkut të Lezhës kam thirrur këtë interpelancë me ministrin e infrastrukturës në lidhje me gjendjen e rrugëve dhe trafikut në këtë qark, por edhe në zonat e veriut në tërësi. Sot është e qartë se veriu po përballet me një diskriminim të vazhdueshëm të investimeve publike, duke I lënë në harrez përballë prioriteteve selektive të kësaj qeverie. Qarku Lezhë, një nyje strategjike lidhëse me veriun dhe një zonë me potencial të madh ekonomik dhe turistik, është kthyer në një simbol të neglizhencës totale. Rrugët në këtë zonë janë në gjendje të amortizuar, projektet të madhore mbeten në vend numëro dhe permitimet përsëriten pas një rezultat konkret. Ndërkohë qytetarët paguajnë taksa si të gjithë, por mbi to rëndon edhe një barr shtesë tarifat koncesionare për përdorimin e rrugëve, që në rastin konkret është 2 fish për banorët e kësaj zone, për shkak të pagesave si në rrugën e Kombit, ashtu edhe të ardhjes dhe kthimit nga Tirana në rrugën e Thumanës. Si mos njaftojnë kjo edhe projektet në rrugën Milot Balltre, por edhe nëse kjo bashkohet me daljen dhe lidhjen me Malin e Zi, do të shtoj edhe 2 tarifat të tjera shtesë për shkak të dhënies me koncesion. Mungesa e një autostrade të mirëfillt me standarde europiane në një nga korridoret më të mëdha dhe më të rëndësishme të vendit ka sjell pasoja të rënda. Trafiku është të rënduar dhe shpesh I rrezikshëm, kostot për qytetarët dhe bizneset janë rritur, vonesat janë të gjata dhe të pajustifikueshme, ndërsa turistët përballen me orë të tëra pritje, duke dëmtuar seriozisht imazhin e vendit dhe zhvillimin ekonomik të zonës. Kjo situatë shoqërohet gjithashtu me rritjen e ndotës dhe ndikimit negativ në midis. Këto pasoja nuk janë thjesht problematika infrastrukturore, por përkthehen në dëme të drejt për drejta ekonomike dhe sociale, duke penguar zhvillimin e veriut dhe duke kthyer pabarazinë rajonale. Në këtë kontekst, projekti Milot Balltre dhe Milot Rrshen, të shpallur prej vitesh si prioritare, mbeten ende pa zgjidhje konkrete, të shoqëruara me mungesë transparencë dhe shtyrë të pajustifikuar, edhe sot që flasim nuk ka një zhvillim në terren, megjithëse ka kaluar 13 vjet që kemi propagandë të shfrenuar nga ana e kësaj qeverie dhe asnjë realitet. Për aksi, Milot Balltre kërkohet të sqarohet se ku ndodhet realisht projekti dhe pse vazhdon të mbetë letur, pse qytetarët u premtohet vazhdimisht përfundimi I afërt pas një zhvillim konkret në terren. Kush mban përgjegjësi për vonesat dhe mungesën e transparencës, sa është kostoja në lidhje me këtë projekt dhe gjendja aktuale e infrastrukturës në veri dhe në qarkun e Lezhës është tregues I një politike të gabuar, zhvillimi ku zonat të tëra lihen në harrez, ndërkohë që qytetarët e tyre përballen çdo ditë me kosto, vonesa dhe vështirësi në justifikim. A e dini se sa paguajnë shtetas shqiptar në këtë akse kur lëvizin me makina personale, fugona apo autobusa, pa përmendur këtu mjetet tregtare? Pse qytetarët e veriut të Shqipërisë dhe të Kosovës duhet të paguajnë më shumë se qytetarët e pjesës tjetër të vendit për të ardhur në kryeqytet dhe për të kthyer në banesat e tyre? Pse nuk janë ndërtuar rrugët paralele për banorët të zonës që jetojnë në 2 anët e autostradës Kashar-Thuman sipas standardit parashikuar apo standardeve europiane ku duam të shkojmë? Sa është numri I aksidenteve të ndodhur në qarkun e Lezhës vetëm në vitin e kaluar dhe pse këtu rrugë në veri quhen njolla të zeza apo autostradat e vdekjes? Trafiku I rënduar a sjell efekte të dëmshme në mjedis, vonesat pa justifikuara nga 2 deri në 4 orë gjatë periudhës së vikendeve pa llogaritur sezonin turistik dhe shpenzimet të shtuar karburantit si pasojë e këtyre vonesave dhe ndikimit negativ në zhvillimin e turizmit dhe zhvillimin ekonomik dhe tregtar të kësaj zone. Tani, përveç këtyre çështje të cilët normalisht unë do të prek sot në këtë interpelancë, është rruga që lidh Mirditën me Matin dhe unë kam pamje të nxjerra nga kjo rrugë, por njëkohësisht edhe ura e vjetër, të cilët juve, zoti ministër, që në momentin e parë që keni ardhur si ministër e keni inauguruar për shkak të dëmtimeve të këmbëve të urës, dhe po kështu është rruga që lidh Rrshenin me Luren dhe nuk po vazhdohet për mungesë të fondeve. Tani, ja zoti ministër, këtu është ura e rikonstruksuar e vjetër e Lumit Madh. Shifnje se sa janë hekurat në mes të rrugës dhe si pamja e kësaj mund të kem mbi 20 që çdo 2 javë del nga I hekur në këtë rrugë që ju keni qenë prezent dhe e keni inauguruar. Shifnje dhe kjo është rruga që lidh Rrshenin me Matin. Imagjinoni, këtu nuk kalojnë dot kamionat e mëdhej dhe imagjino se si mund të kalojnë makinat e vogla.
Kjo është ura ekzistuese që sot kalon i gjithë trafiku i Lezhës, nga kryeqyteti në drejtim të Shkodrës, të Lezhës dhe të Malit Zi. Këta janë këmbët e urës ekzistuese. Dhe këtu, në këto dy foto tjera, shifet më mirë se cili është rreziku që sot kjo urë, e cila lidh lumin mat dhe bën lidhjen e Milotit me Lezhën, ja ku janë këmbët e urës ekzistuese. Dhe këtu duket edhe një pamje tjetër, të cilën juve mund ta shihni dhe shkoni inspektoni në vend, dhe kjo është situata. Ju bëj thirrje jo vetëm deputetët e Partisë Demokratike të gjithë qarqeve të Veriut, por edhe deputetët e Partisë Socialiste, që janë zgjedhur nga këto qarqe, që të ngrenë zërin pasi qytetarët që lëvizin në këto infrastruktura nuk janë vetëm demokrat, janë edhe socialistë. Dhe qytetarët presin 2 deri në 4 orë në trafik nga Miloti në drejtim të Shëngjinit dhe Velipojës, apo në drejtim të Shkodrës dhe Malësisë Madhe, Malit të Zi, apo në rrugët kryesore në drejtim të Kurbinit dhe Rëshenit dhe Kosovës, janë në të njëjtën situatë si ato në vajtje. Të nderuar qytetarë që na ndiqni, infrastruktura aktuale dhe trafiku Milot Ballddrej, pjesë e infrastrukturës që lidh kryeqytetin Tiranën me Lezhën dhe Shkodrën, por edhe me Rëshenin, që nga viti 2013, kur qeveriste Partia Demokratike, nuk ka as edhe një investim duke krijuar probleme të jashtëzakonshme të mëdha dhe konstante për udhëtarët, turistët dhe bizneset. Ky segment konsiderohet si një nyje problematike në Shqipëri, sidomos gjatë vikendeve dhe sezonit të verës. Trafik torturues dhe pritje me orë të tëra. Për shkak të infrastrukturës ekzistuese, rrugët aktuale janë të ngushta dhe ka fluks të lartë automjetësh, duke krijuar radhë kilometrike. Qytetarët që lëvizin ju duhet të presin 2 deri në 4 orë në rastin më të mirë, por edhe më shumë në disa raste për të përshkuar një rrugë vetëm 17 kilometra. E dyta, mungesë sigurie dhe aksidente. Ky aks ka qenë historikisht një nga njollat më të zeza të rrugëve shqiptare. Ka kryqëzime të shumta dhe të rrezikshme dhe pa mbikalime, hyrje dhe dalje të pakontrolluar të makinave nga banesat private, mungesë të drejtimit adekuat, rrisin rrezikun për aksidente të rënda. Sipas të dhënave të bëra publike nga Instat, rezulton që në qarkun e Lezhës, vetëm në 3 mujorin e parë të këtij viti, ka ndodhur 34 aksidente. Dhe numri i viktimave dhe i plagosur në total është 68 persona. Jemi qarku i dytë pas Tiranës, sa i përket numrit të aksidenteve, dhe pjesa më e madhe e tyre ka ndodhur në aksin Mamuras Milot Lezhë Mab, si dhe në segmentin e rrugës së kombit Milot Rëshen. Nga Miloti deri në Mab kemi disa kryqëzime shumë të rrezikshme dhe bëhet fjalë për degëzimin e fushë Milotit, të Gajushit, të Shënkollit, të Spitënit, të Treshit, të Rrilës, të ishullit Shëngjinit dhe ishullit Lezhës. Ndërsa në aksin nga Lezhë në drejtim të Shkodrës janë kryqëzimi i Kakarriqit, i Gocajve, i Gjadrit, i Dajqit dhe i Mabes, ku dalja në superstrat është e menjëhershme dhe nuk ka fare fushpamje. Ka patëm ndërhyrje në zgjerimin e kryqëzimit të Blinishit dhe të Kallmetit, duke zgjeruar pse nuk është vijuar projekti edhe me këto kryqëzime të tjera të rrezikshme që po marrin përdit jetë njerëzish. Po ashtu problematik është aksi Milot Rëshen. Për shkak të mungesës sinjalistikës, shenjës me 2 korsi, mos ndriçimit dhe ngarkesës së madhe për shkak të fluksit të automjeteve që vijnë nga Kosova dhe që shkojnë në drejtim të Kosovës. Edhe ky segment me një gjatësi 30 km prodhon më shumë aksidente. Kjo qeveri nuk ka respekt për jetët e njerëzve të varfër të këtyre zonave dhe turistët që përdorin këtë infrastrukturë dhe këto akse. Pasi për këtë qeveri ka rëndësi vjedhjet masive dhe shpopëllimi i kësaj zone, pasi këto zona nuk janë votuesit tuaj. Ju nuk pyesni për jetët e tyre dhe aq më pak ju nuk ju bie ndërmend për dëmet materiale dhe pronat e tyre. Është një diskriminim shumë i madh edhe për pjesën Milot Ballddrej, edhe Ballddrej Shkodër, në rast se do ndërtoni nesër, dhe kostot për banorët e kësaj zone do jenë 3-4 fish, mos më shumë, duke përfshirë këtu edhe rrugën e Kombit, edhe rrugën e Thumanës, dhe rrugën e Milot Ballddrej dhe Ballddrej Shkodër. Pra kostot vetëm për qarkun e Lezhës, Shkodrës, të Kukësit dhe banorët të cilët udhtojnë nga Kosova dhe janë turistët kryesor të cilët mbajnë këto zona dhe sidomos zonat e Veriut me turistë dhe me të ardhura në buxhetin e shtetit, kanë
pagesa marramense për shkak të kostove që kanë në këtë rrugë. Këta rrugë nuk shkojnë më shumë se 7-8, ja edhe me tunelin e Balltrenit, ja edhe me urën e Matit, mund të shkojnë 10 milion. Po jo 16 milion e 22 milion sa i keni xherr ju rrugët, për arsye sepse sot të gjitha këto para shkojnë në xhepat e qeveritarëve dhe njerëzve të oligarëve të cilët janë të lidhur me qeverinë. Dhe kjo, edhe sipas raportit, është qeveria më korruptuar që ka pat ndonjëherë shteti shqiptar në ndërtimin e infrastrukturës, dhe këtë nuk e them unë taulan, e thotë raporti i Parlamentit Evropian, ku thotë korrupsioni, korrupsioni jo vetëm që është përhapur në gjitha nivelet e qeverisë dhe pushteti lokal dhe administratës shtetërore, por një problem serioz është kthyer në një problem thelbësor për këtë shoqëri. Dhe shifi për kuriozitet, të cilët janë kryqëzimet dhe akset, të cilët janë problematike dhe vetëm nga viti 2013 deri ditën e sotme, paktën nga Miloti deri në drejtim të Shkodrës, mund të ketë mbi 200 jetë të njerëzish të cilët kanë vdekur për shkak të këtyre kryqëzimeve. A është mundur që të paktën derisa të ndërtohen këto rrugë, të bëhet zgjerimi i daljes dhe i futjes, të cilët janë bërë shumë mirë në hyrjen e Blinishtit që shkojnë të Mrizi Zanave dhe në Kallmet që të çon të kantina e Kallmetit. Shifi qa pendence ka të hysh nga rruga dytësore në autostradë dhe po që me makinë me kamja manuale, ti është sigurt që të dalesh me shpejtësi për të hyrë. Në rast se ke një xhep i cili futet në rrugën kryesore, ti jeni të sigurt që do eliminohen një pjesë e madhe e këtyre aksidenteve, siç është bërë. Dhe tjetra, nuk më dhatë përgjigje në lidhje me rrugën e Kurbneshit, që lidh Luren. Ku është projekti? Pse nuk jepen fondet? Sa herë është thënë që duhet përfundohet? Afati i përfundimit ishte para 2 vjetëve. Deri në ditën e sotme nuk ka në mënyrë më absolute. Nuk më dhatë përgjigje në lidhje me a është në projekte e qeverisë Milot Rëshen dhe Rëshen Milot. Pse? Se të njëjtën gangrenë që kanë qytetarët e Kosovës, por edhe qytetarët e tjerë për shku në drejtim të Lezhës, kanë edhe për të ardhur në drejtim të Tiranës, të Durrësit dhe zonave të tjera të jugut, për arsye sepse nga katërkorsi dhe zhvillimit të trafikut për shkak të qyteteve që afrohen kësaj dalje, rezulton që trafiku edhe në këtë pjesë të presin për të shku më shumë se 2-3 orë. Kështu që edhe në lidhje me urën e Fanit e cila lidh Rubikun, unë kam fotot këtu dhe ti vej në dispozicion, kjo është kamet e urës të cilët kalojnë kamionet e mëdhej dhe mund tjetë rrezik probabel për të pas pasoja, jo vetëm dëme materiale, por pasoja në jetët e njerëzve. Faleminderit.